Zoe për Zvicër dhe Gjermani. E kom dy djemë, njënin e kom Gjermani, njënin e kom në Zvicër. E kom shfrytzu, kom plus të lakë tjera, vllazni, të këto tjera, e kom shfrytzu. Po prej familjarve apo miqve tuaj të afërm, cilat vende do thonit se janë më të vizituara prej shtetasve të Kosovës? Po më të vendën për shtetet Kosovës, se për në Evropë që i përket janë Zvicra, Gjermania, ma shumë Italia, varet tash prej ku që ka jenë fluksi i atyre që kanë shku për një jetë më të mirë. Pas liberalizimit të vizave, ku mendoni që janë shtetet që kosovarët po i vizitojnë më shumë? Gjitha shtetet po vizitojnë më shumë të Gjermaninë, Zvicrën, që do i vizitojnë më shumë. Unë se kushtizu, halesa kushtizu. Cilat vende mendoni se po i vizitojnë më së shumë të qytetarët e Kosovës, tani që është edhe liberalizimi i vizave? Shkojnë në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Holland, shtetet e Bashkisë Evropiane, sa të Schengenit, në Shqipëri, ndeti, shumë bukur është Shqipëria.